Në këtë episod të ri të serialit Qyteti i Largët, tensioni arrin kulmin dhe shumë sekrete fillojnë të dalin në dritë. Boran përballet me një situatë shumë të rrezikshme pasi arrestimi i tij e vendos në prag të humbjes së lirisë. Ai fillon të kuptojë se armiqtë e tij janë më të fuqishëm se sa mendonte. Gjian përpiqet ta shpëtojë Boranin duke hyrë në negociata të rrezikshme. Ai është gati të bëjë sakrifica të mëdha, por përballet me refuzim dhe tradhtim. I zhgënjur dhe i zemëruar, Borani detyrohet të marrë një vendim të errët, të pranojë një marrëveshje të rrezikshme që mund ta nxjerrë nga burgu, por me një çmim shumë të lartë. Ndërkohë, konfliktet mes familjarëve përshkallëzohen dhe e kaluara fillon të ndikojë fort në të tashmen. Sekretet që dalin në sipërfaqe rrezikojnë të shkatrojnë gjithçka. Në një ceremoni dasme, ku të pranishëm janë Alia dhe Gjihan, Boran del hapur para të gjithëve. Demir sa po përballet me te, reagon me njëherë duke nxjerr armën për ta vrarë. Situata tensionohet në sekonda. Në atë moment kritik, Gjani del përpara Boranit për ta mbrojtur dhe përfundon i plagosur. Ky është një akt shumë i fortë sakrifice që tregon lidhjen e tyre. Alia përpiqet me çdo kusht të kujdeset për Gjianin, por ai, edhe i plagosur, mendon vetëm për sigurinë e Boranit dhe i kërkon të largohet sa më shpejt. Ndërkohë, Demiri nuk ndalet, ai shkon në polici dhe denoncon se Boran është gjallë dhe madje akuzon për vrasjen e xhaxhait të tij, Sulejmanit. Kjo e përkeqëson shumë situatën ligjore të Boranit. Kjo çon në një përplasje të fortë mes Sadakat dhe Demir, ku tensionet familjare dhe akmarrja arrin kulmin. Pas gjithë kësaj, Gjian refuzon të shkojë në spital dhe trajtohet në shtëpi nga Alia dhe Jalçin, gjë që tregon edhe kokfortësinë e tij, por edhe rrezikun që po merr. Ndërsa Boran ndodhet në qeli, Sadakati drejtohet me zemërim. Bir, çfarë të thash unë ty? Të thash të kishe durim, të prisje, të flisje me Nadimin, por ti çfarë bere? Nuk prite, nuk u përmbajte. Bere siç të deshi qefi, na dogje të gjithëve bashkë me veten. Dërsa Boran, i acaruar, përmente dhe skenën e xhelozisë, Gjia nuk duhet ta bente atë valle në mes të njerëzve, nuk duhet të rinte dorë për dorë e sy më sy, sikur ti ishte ende burri i saj. Pastaj shpërthen, më çmendën, ata më çmendën, faji është i tyre, jo i imi. Ju ishit të gjithë aty dhe askush nuk tha mos e beni, përkundrazi i duar trokitët. Duke dëgjuar këtë, Kaja i kundër përgjigjet. Çfarë po thua? Vllai im u hodh para plumbit për ty. Nëse je gjallë sot, ja detyrohesh jetën vllait tim. Por Boran duket shumë i acaruar. Ai u kërkon që ta mbyllin gojen dhe askush të mos flasi ashtu me tem. Më pas edhe Gjian shkon të përballet me Boranin. Gjiani, ja jam këtu. Më shikni, jam në kemp. Ka njerëz që luten për këtë. Më vjen shumë keq për ty ndonjëherë. Borani, po sikur të vinte ty keq për mua, nuk do të ma merri Alien. Në atë dasëm më provokove. Edhe vallëzove sikur të ma beje për inat. Më ngrite kurth Gjian, më provokove që të dilja në mes. Reagimi Gjianit. Çfarë kurthi? Unë vura jetën time në rrezik për ty. Ai përpiqet ta sjellë Boranin në vete. Zgjohu pak. Ku është kurthi këtu? Por Boran nuk bindet dhe vazhdon presionin. Nëse është kështu, më nxirr me njerë nga ky vend, apo do të më mbash këtu që të mos prishet lidhja jote me Alien. Gjiani, ti vetë je përgjegjës për gjithçka, të gjitha vendimet i ke marrë vetë, mos fajso askënd tjetër. Megjithatë, do të nxjerr nga këtu, nuk më lejon ndërgjegja të le kështu. Ndërsa Boran pyet se ku është Alia, Gjani tregon se nuk deshi të vi, atëherë Borani kërcënon indirekt. Le të mos vi, ajo do ta mësoj, gjithçka do të ndryshoj. Unë jam Boran Albora, jam gjallë, do të marr identitetin përsëri, do të anuloj regjistrimin e vdekjes, do të kërkoj divorcin e Alis dhe Gjanit, do të hap procese gjyqësore për pavlefshmërinë e martesës. Nëse dua të jem me Alien dhe sikur bota të më dal kundër, nuk do të ndalem. Nuk kam mbaruar, sapo kam filluar. Duke parë praninë e Aliës, Sadakati drejtohet kësaj të fundit me tone akuzuese. E pyet pse refuzoi të takoj Boranin në qeli. Për te, kjo është e papranueshme, sepse Boran, sapo është rikthyer dhe situata, është shumë e rëndë.
Përgjigja e Aljes është e ftohtë. Alja përgjigjet shumë prerë dhe pa emocione. Unë jam këtu vetëm për Xhihanin dhe për askënd tjetër. Xhihani kërkon Adimit që duhet të ndryshojë dëshminë që ka dhënë vite më parë për Boranin. Duhet të gënjej para policisë, gjykatës, kudo që e merr në pyetje, do të thotë se ka qenë vetëm dhe se do ta ndryshojë dëshminë. Por Adimi kërkon në këmbim të lirimit të Boranit 50% të gjithë dërgesave, fitimeve shumë të mëdha, fuqi dhe kontroll në biznes. Pra është një marrëveshje, gënjeshtër në gjykat, pasuri dhe liri për Boranin. Nëse ke kohë Xhihan, duhet ta zgjidhësh këtë para se Boran të dalë në gjykat. Ndërsa në këtë skenë, Demiri shpërthen me akuza shumë të forta ndaj Kajës, e akuzon se po bashkëpunon kundër tij, sepse po planifikon rrëmbimin e Zerin, ku e quat në Gjermani akuzë direkte edhe më shumë agresive. Reagimi Kajës, Kaja përpiqet të mbrohet dhe mohon gjithçka. Askush nuk ka rrëmbyer askënd, por Demiri nuk e beson dhe vazhdon ta provokojë. Për shkallëzimin në dhunë, situata del jashtë kontrollit, shtyrje, kapje me duar, tension maksimal fizik dhe emocional. Ndërsa i peg nga ana tjetër i kërkon Demirit që ta lërë dhe të mos e prek, përpiqet t'i ndaj para se të ndodhë diçka e keqe. Kaja i drejtohet Demirit duke i thënë se Zerin nuk e ka dashur kurrë, nuk do ta dojë dhe nuk do ta gjej më, nuk do t'i afrohet. Por deklarata e tij është, ajo është gruaja ime dhe unë do të bëj gjithçka që ajo të jetë pranë meje. Për të shpëtuar Kajën nga përplasja fizike me Demirin, Xhihan e qellon. Por në spital, ai përballet me Aljen. Mos më shiko ashtu, nga një plagë nuk vdes njeri, maksimumi mbetet i gjymtuar. Ndërsa Alja nuk i pranon këto reagime impulsive të Xhihanit, por ajo i tregon gjendjen e Demirit. Ajo shpjegon se plumbi ka kaluar pa prekur damarët, nuk ka dëmtime serioze dhe ka qenë me fat. Dhe një detaj i rëndësishëm, Xhihani ka thënë policisë se ishte aksident gjatë pastrimit të armës për ta mbrojtur situatën. Nga ana tjetër, Sadakat telefonon Xhihanin, ku e pyet për takimin me Nadim. Xhihan përgjigjet se Nadimit i duhet kohë që ta mendojë, por Sadakat e shtyn, nuk ka kohë, para gjykatës duhet të vendoset. I kërkon që të rrisë ofertën dhe të bëjë çfarë dojë për të shpëtuar Boranin. Ndërsa në këtë skenë, Exhmel përfiton nga rasti dhe shkon të përballet me Boranin. Ai përpiqet ta bindë se Xhihani e ka futur në kurth, Xhihan nuk do ta shpëtojë, gjithçka është një lojë kundër tij. Manipulimi i Exhmelit, ai vazhdon me presion psikologjik. Xhihan po të mban këtu derisa të mbarojë procesi. Qëllimi i tij është i qartë, të bëjë Boranin të humbas besimin te Xhihan dhe ta izoloj emocionalisht. Por Boran për një moment i kërkon që të mbyll gojën, nuk i beson manipulimit, e sheh Exhmelin si provokator. Por Exhmel vazhdon, e vendos veten si shpëtimtar, vetëm unë mund të nxjerr nga këtu, Xhihan nuk do të ndihmoj. Me këto fjalë, ai largohet. Ndërsa skena e fundit është ku Zerin dhe Kaja përballen me Fidan. Zerini i hap zemrën nënës së saj, unë e dua shumë Kajën, që nga fëmiria gjithmonë kështu ka qenë. Ajo pranon se është martuar me Demirin, por thot se kur nuk e ka dashur si burr. Dashuria e vërtetë është Kaja. Nëse do të jem gruaja e dikujt, do të jem e Kajës. Mbaj fëmijën e tij në bark dhe kjo nuk ndryshon. Nga ana tjetër, edhe Kaja përgjigjet me ndjenja të forta. Unë e dua Zerinin shumë, gjithë jetën do ta dua, nuk mund ta heq nga zemra. Nga këto deklarata, Fidan fillon të zbutet, ajo u kërkon të gjithëve besim dhe durim, duke thënë se dëshiron vetëm paqe dhe që vajza e saj të mos lëndohet nga konfliktet që po ndodhin. Faleminderit që na ndoqët, shihemi në videot e radhës me shpjegime të tjera.